Festivalet kanë qenë vërtet një eksperiencë e bukur dhe janë jo vetëm thjesht për të shfaqur projektet e tua, por dhe për të krijuar miqësinë, për të njohur me njëri tjetrin, me njerëz që kanë po të njëjtët pasione, të njëjtët ëndra dhe dëshira si ty. Festivalet kanë qenë vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam marrë pjesë në 20 e ca festivale, jemi vlerësuar me 13 çmime të para dhe 5 nominime me filmin Aroma e Trëndafilit të Kuq, ose siç i themi në anglisht Red Rose Aroma, që është edhe versioni internacional dhe në poster. Dhe kjo ka bërë që të krijoj atë njohjen dhe me njerëz të tjerë që jetojnë në vende të ndryshme, por i ka dhënë mundësi aktorëve që luajten në film për të njohur me producentë të ndryshëm, me njerëz për të bashkëpunuar në projekte të ardhshme. Po pikërisht jeni në një botë të përbashkët, të gjithë bashkë, dhe kjo është ajo e veçanta pikërisht e festivaleve. Pra, po ashtu desha të pyesja çfarë ndjenje është kur e sheh që filmi juaj po nominohet, po fiton çmime, si ndjeni nga brenda? Është vërtet një gëzim i madh, sepse i tregon vlerësimin e punës, e sakrificës që ti bën për të realizuar diçka. Të realizosh një film nuk është e thjeshtë, duke u nisur si nga ana financiare, koha, distanca, largësia, sepse unë jetoj larg, duhet të kthehem, të realizoj. Shpesh ndodh që nuk arrin të gjesh aktorët e duhur, nuk shkojnë gjëra siç duhet dhe duhet të kthehesh përsëri, ashtu siç më ndodhi kur përpoqja për të realizuar filmin e plot, me metrazh të plot në Dritën e Detit. Unë jam kthyer nga Shqipëria para një muaji dhe nuk arrita të gjej aktorë të përshtatshëm për filmin dhe kjo më detyron që të kthehem përsëri vitin tjetër, pa të bëj një pauzë, ta mbaj pezull projektin për të shkuar përsëri në Shqipëri vitin tjetër dhe shpresoj që gjërat të shkojnë siç duhen për të realizuar filmin. Desha të rikthehem tek krijimi i filmit të parë. Si ka qenë ajo si eksperiencë? Ka qenë një eksperiencë mbreslënse. Unë sa po kisha përfunduar projektin që kam punuar si producent asistent dhe në një nga këto kafenet që ne ndalojmë që ndodhet pranë qendrës kinematografike ose tu në qytetin ton, takoj një patriotin tim, sepse ne shqiptarët i themi patriot njëri tjetrin, sepse kam miq dhe nga Kosova, nga Maqedonia, dhe gjatë bisedës më thot pse mos realizojmë diçka këtu, qoftë një film të shkurtër. Dhe më pëlqeu shumë si ide, që më nxiti më shumë dëshirën dhe fillova të realizoja, të hapja ato prozat e mia, shkrimet e mia dhe aty gjej një skenarin Your Turn, që të kthehet radha jote në zhanrin thriller. Për fat të keq na zuri periudha e pandemisë, mbajta pezull pak projektin dhe kam xhiruar në periudhën e pandemisë, por në behar, për në vitin 2020 fillojnë gjërat sikur u hapën pak dhe mblodha stafin, njerëzit e duhur për të realizuar dhe ka qenë vërtet një eksperiencë e bukur me gjithse vështirësitë, masat e marra, ato të punuarin me maskë, me distancë që na lejoheshin nga qendra kinematografike për të filluar xhirimin. Po pikërisht ajo ka qenë ndoshta periudhat që kemi mujt me hy ma shumë botën tonë të artit, por ato kufizimet kanë qenë vështirësitë kryesore, pra pavarësisht rrezikut është dashur me gjetë një mes. Po, ishte edhe periudha e frikshme, por ishte edhe ajo periudhë ku njerëzit kërkonin të bënin diçka, të realizonin diçka për te asaj frikës që të gjithë na kishte pushtuar nga virusi, ku gjithçka ishte e mbyllur. Dhe besoj se deshim të jepnim pak frym, pak jetë asaj periudhe, duke realizuar diçka brenda mundësive, kuptohet. Pse pikërisht ky zhanër ju ka tërhequr? Më pëlqejnë dhe zhanrat e tjera, jo vetëm zhanri thriller, por kjo ishte më e mundshme për të realizuar sepse u xhirua në një ambient të brendshëm, ishte shumë e vështirë të xhirohej në ambient të jashtëm, duhet kalojnë në disa rregulla,
si që thash ato rregulla që kërkonin gjatë pandemisë, aktorët duhet kishin bërë vaksina, domethënë ishte periudha që pandemia kishte vendosur rregulla për çdo sektor, si në art, ashtu dhe në biznese apo në puna të tjera. Dhe unë detyrova të zgjidhja një skenar që të ishte i përshtatshëm dhe të xhirohej në një ambient të brendshëm, ku mos ishim shumë të binim shumë në sy për punën dhe aty pasaj në ambientin e brendshëm kishim ato unë punonim lirshëm, si thua, pa patur atë frikë që kishim shkelur ato rregulla që na u caktuan. Dhe kjo është edhe arsyeja që unë zgjodha atë lloj zhanri dhe atë lloj skenari, sepse ishte vetëm xhirimi në një ambient të brendshëm. Pra që ka përshtatur kështu në dy mënyra, po ashtu edhe është më interesant kjo. Po zhanret e tjera, cilat ndoshta i preferoni, keni më shumë në zemër? Më pëlqen zhanri romans dram, ndoshta aty e gjej edhe veten sepse më pëlqejnë skenaret që trajtojnë botën shpirtërore të njerëzve, e cila është bota më e bukur. Njerëzit shpesh ndruhen të shfaqin atë që kanë përbrenda ose të shprehin lirshëm. Dhe ky lloj zhanri të jep një farë reflekti tek njerëzit, por gjithashtu e bën që dhe një pjesë e madhe ta gjejnë veten aty. Pse jo ti të inspirosh dhe njerëz të tjerë për të treguar historinë e tyre. Dhe unë në natyrën time kam patur gjithmonë që më pëlqen kur njerëzit flasin lirshëm, tregojnë historitë e tyre dhe në përmarrëdhënie me miqsinë i them gjithmonë, tregoni diçka të bukur nga jeta juaj sepse unë dua ta sjell në ekran. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të tregosh botën shpirtërore të njerëzve. Pikërisht arti na ndihmon për me tregu ato që nuk mundemi me tregu me fjalë apo me një bisedë të thjeshtë dhe shfaqim në ekran, në shkrim, në piktura të ndryshme. Është një lidhje ndoshta se emocionale që e kemi njeriu me njeriu, publiku me regjisoren. Shumë e vërtet, madje dhe arti është pjesë e krijimtarisë, pra është pjesë e qenies së njerëzore. Dikush është në art, dikush është në muzikë, dikush është në pikturë, pra ne në natyrën tonë krijojmë, po krijojmë nga forma të ndryshme. Është terapeutike në një mënyrë arti për ju? Po, patjetër, është një kënaqësi shpirtërore. Arti të dhuron emocion, të motivon, të bën që vështirësitë e jetës, rutinën e përditshme, angazhimet e tjera t'i kalosh më me lehtësi. Për momentin ne hapim premierën në Toronto, në filmin Puthja e fundit dhe nuk ka gëzim më të madh, dhe presim aty dhe nominimet së shpejti, besoj në muajin e tashme kanë për të dalë dhe nominimet. Gjithashtu pres dhe me emocion nga festivalet e tjera përgjigjet. Pra, kjo lloj motivimi kur ti zgjohesh në mëngjes dhe gjithmonë shikon emailin, sepse tani gjërat janë elektronike, nuk është si më përpara që na vinin me post në shtëpi. Kontrollon emailin dhe nuk ka gëzim më të madh kur ti merr atë kualifikimin në festival dhe pastaj vazhdon me emocion garën për të parë nominimet dhe të tjerat me radhë.